Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, mirë se erdhët në emisionin ton Çfarë na mungon. Çfarë na mungon u bë disa javë që ne flasim për cilësitë e robëve të Rahmanit, robëve të Mëshiruesit. Robët të cilë kërkojnë cilësi që Zoti i kërkon ato. Dhe ne vazhdojmë të ecim në këtë karvan për të marrë për këtyre cilësive që Zoti i kënaqur për nesh. Dhe sot do të vazhdojmë në shoqërinë si gjithmonë të Hoxhës tonë të nderuar Enis Hama. Hoxh, mirë se erdhët. Allah të nderoft Hoxh. Allah është përbleft. Allah na mundsoft Hoxh që të vazhdojmë të ndriçojmë ato cilësi të cilat fatkeqësisht unë përmenda në emisionin e kaluar që në kohë të cilën ne jetojmë për një përqindje e madhe këto cilësi konsiderohen cilësi të kaluara, cilësi të harruara. Apo nëse nuk e cilëson të tilla pse nuk e di që ka cilësi të tilla dhe duket çudi që pse flasim për to. Ne Hoxh kemi përfunduar misionin e kaluar për cilësitë e njerëzve që kalojnë në për ambiente tham të kota dhe përmendëm laguin dhe përmendëm cilësinë që ruajnë karakterin e tyre. Këto janë mjediset që më thënë janë problematike, por nuk ka vetëm të tilla. Edhe pse ndoshta janë pak, nëse do bënim përqindje, ndoshta morali jote s'na lejoj për të na ndarë me përqindje sa që është teksti, nuk tham nuk është kjo puna jonë, pse ne munduam të jepnim diçka jashtë asaj jo realitetin e gjithë Hoxh. Sot do të vazhdojmë me cilësitë e mejliseve të mira, nëse quaj kështu Hoxh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Sikur që e përmendë dhe nderuar, normalisht njeriu kur të lexon këto ajete shë bartin nga kuptimi në kuptim, nga cilësia në cilësi, dhe ajo që u përmend në ajetin para prak, do të thotë është një gjendje jashtëzakonshme. Është një gjendje jashtëzakonshme që nuk është ajo ngjyrimi i jetës besimtarit, nuk është as mjedisi i tij, nuk është ajo shoqëria e tij. Por nëse gjendën to si duhet të reagon. Nëse ballafaqohet me tema të tilla, boshet, kota, polemika sterile që nuk prodhojnë kurrë dobie nga njerëz jo kompetent, si duhet të sillet përballë saj. Dhe thamë se në çdo situatë duhet të ruan karakterin e tij, mos të bie në nivelin e pranueshëm si besimtar. Ka se është një nivel i caktuar që nën të nuk bën ti më pranuar. Nuk bën, nga se e njollos titullin dhe e njollos karakterin tënd si besimtar. Pas kësaj Allahu xhallahu ala thot: "Wa idha dhukiru bi ayati rabbihim." Anë tjetër, jo gjithmonë besimtari ndëgjon, nga sa është kjo gjendje e jashtëzakonshme. Në esencë çfarë duhet ndëgjuar besimtari? Çfarë porosi duhet ndëgjuar? Me çfarë njerëz duhet të mirët? Me ata që e përkujtojnë, me ata që mësojnë, me ata që e këshillojnë. Apo? Dhe kjo është gjendje normale e besimtarit. Kjo është gjendje stabile. Kështu duhet të jetë. Duhet të jetë ose ta mëson dikën, ose ta mëson atë dikush. Ose ta kujton dikën, ose ta kujton dikush. Ose ta këshillon dikën, ose ta këshillon dikush. Kështu është besimtari. Gjendja e jashtëzakonshme e ka provokuar, e ka këto janë gjëra që munduhet me ik, po sikur të themi uzatet në to, do s'ka ka të shkon, mbështet për muri, atëherë edhe këtu e ka një zgjidhje. Edhe këtu e ka një rrugdalje. Andaj kush e kujton? O idha dhukiru. Po. Kur të përkujtohet. Kur dikush i këshillon. Këtu është interesant se ka ardhur fjala dhukiru. Kur ata do të dihet pala e këshilluar. Dihet pala që mësohet. Janë ibadur Rahman. Ata. Ndërsa nuk dihet kush po i mëson. Ka ardhur në formën që e panjohur. Do të nuk dihet këtu në gjuhën arabe quhet fa'il. Do të ai që e ka një kryefjale, kush e kryeson këtë veprim. Nuk dihet këtu. Pse e ka thënë këtë Zoti xhelalu ala kështu? E para vëllai nderuar është se me gjithë cilësi që i kanë këta, me gjithë gradën, me gjithë titullin ibadur Rahman, edhe ata kanë nga ne të këshillohen, të porositen. Nga se nuk është gjithmonë mungesa e informatës ajo që e bën njeriu për shembull që mos din se cilët apo çfarë vepron. Njeriu e din informatën, por nuk i kujtohet. Ose për shembull e din dhe i kujtohet, por nuk din t'ia përshtat situatës. Dhe nga një Zoti xhallahu ala që njëri ndoshta shumë thjesht, po kujtimi i tij që ta bën dhe këshilla që ta bën mund të jetë shumë e fuqishme. Dhe shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare. Prandaj
nuk duhet besimtari kur që të paramendon se ka arrit në një nivel që tashmë nuk ka me këshillu askush. Momentin kur këtë e bën, atëherë kjo është një gjendje e rrezikshme që jep me kuptu një ramje të madhe të tij. Gjithmonë me të hapur për të këshilluar, për të mësuar, gjithmonë ekziston mundësia që unë të gaboj. Gjithmonë. Por në momentin kur unë gaboj, duhet të jem gjithmonë i gatshëm që të kthehem. Për të përkujtuar. Po gjithmonë. Më thënë kjo do të kujton atë ajetin që kena shpjeguar, më thënë herës tjetër, kur tha që ruan karakterin e vet, do të thënë ka një titull dhe nuk e ul veten e tij aq poshtë, thotë, më thënë për ta cënuar titullin. Megjithëse këtë titull duhet precisive të që të përkujtohen. Normal. Titulli është ai i cili e ruan me këtë rrin, me çfarë të mirët, çfarë të bisedon. Kjo po. Nuk më takon mua të rrin këto shoqëri. Nuk më takon mua që të mirë me këtë punë, nuk është punë ime kjo. Mirë po. Në rrugën e përmirësimit. Nëse dikush vije dhe më kujton me afakte, shikoj që thënë këtë, ka rregull. Shumë mirë, Allahu shpërblet. Gjithmonë sot që të ngrihesh më lart, më tepër duhesh të ish i gatshëm për të përmirësuar, për të këshilluar. Asnjëherë. Nga kush hoç? Nga kurdo qoftë. I cili vije me atë që më të vërtet ka të bëjë me përmirësimin tonë. Nga kushdo qoftë? Nga kurdo qoftë. Me kusht që të vijë me të vërtetën, vetëm kjo është kushti. I vetmi kusht. I vetmi kusht është që të vijë me të vërtetën. Për shembull, mund vijë ndokush i cili tenton me të këshillu, por këshilla e tij s'është këshill, se ka kuptuar drejt. Ati duket një veprim që ti e bën, nuk ka kjo në rregull që e të bën, ndërsa ti e din saktësisht me argumente dhe me fakte se në rregull. Po them, me kusht që me të vërtetë ti të këshill me vend. Ti të këshill e bazuar. Shikoj Allahu ka idha dhukiru bi ayati rabbihim. Ka vënë kushtin. Po normal, me argumentet, me faktet që vijnë nga zot e tyre. Këtë që po e thua që kam keq. Kush e ka gjykuar se të keqe? Po la filoni, Allah po vjen keq. Unë dua që këtë unë që e kam bërë të thuhet se është të keqe me argument nga fjala e Zotit tim. Nga udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo tash dikush thot, po pse po e kurzon me Zotin? A ka mundsi dikush them se Zoti jam ka përfshirë të gjitha. Çdo gjë që është e mirë, që dikush mund ta thotë 100% duhet të jetë në Kur'an dikun. Duhet të jetë në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thaj këtë nuk e ka marrë nga Kur'ani. Do të thaj e ka marrë nga përvoja e tij, nga mësimet e tij, por duhet të përputet me mësimet e Kur'anit. Gjithsesi. Prandaj Allahu xhallahu na ka mësuar që ne këshilla të jetë vlerësimi i këshillës dhe i porosisë të jetë në bazë të argumenteve dhe fakteve. Kushdo që vije me këtë? Kushdo që vije. Madje edhe armiku më i madh që e ke, po erdhi duhet i thua, po. Kjo tërësia e Badur Rahman? Po, dyshim. Ata nuk kushzojnë kategori. Ata nuk kushzojnë këshill të posaçme. Ata nuk kushzojnë njerëz caktuar, apo që vetëm nga ata pranojnë fjalën e mirë. Jo, nga kurrë që të vije. Për këtë argument më të qartë se hadithi e Ebu Hurerës nuk ka, i cili do të thotë, sikur që kemi njohur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur që të jetë kujdestari i depove të muslimanëve. Dhe një natë e zën një duke tentuar që të merr diçka nga aty. Pista. Dhe i thotë, do të lemre tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa të lutem, jam i varfër, nuk do bëj më. Më liras shkaj. Dhe Burea thotë, e sheh si me siguri ka qenë rastësisht, ka gabu, thotë në rregull shko. Dhe ndodh edhe një natë kështu. Dhe ndodh edhe natën e tretë kështu. Natën e tretë kur e zën, thotë ja tash kam dërguar tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash gjithsesi kam dërguar. Dhe pas kësaj ai edhe një herë i kërkon dhe e lut. Thotë më lira do të mësoj diç. Më lira do të mësoj diç. Dhe sahabët kanë qenë tetur për dije, shiko, pranon këtë kompromis. Mësoj profeti sallallahu alaihi wasallam. Po shiko, e Buhurera kush ishte? Ti po më këshillon me diç të mirë. Edhe pse ti tash në pozicion të hajnit, je në pozicion të njeriu që po të kalon kufit, por nëse ke diçka të mirë më mësu, pranoj këtë kompromis. Kthani Badur Rahman. Edhe pse nuk e dinte e Buhurera kush është ky? Mëngjes kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edhe pse Muhamedi më i thonte, "Madha fa'ala yasiruk?" Çfarë bën i robi të brëm?
Tha ja Rasulullah kështu e lëshova, tha se jo do të kthehet prap. E Buhariu dinte se bëhet fjalë për diçka jo të zakonshme, pasi që i dërguari sa po interesohet për të. Andaj ata lironte se për përgjigje nuk i jap det me dru. Profeti sallallahu alajhi wasallam normal. Edhe herën e tretë i tha pejgamberi son, kur para se shkonte tek pejgamberi son, në kompromisin, po. Tha para se të shtrihesh në shtrat, para se të flish në gjumë, këndoj ayatul kursin. Këndoj Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Dhe kjo do të jetë mbrojtje për ty deri në mëngjes. Kjo është shumë e rëndësishme për Buhariu. Dhe dinte e Buhariu se pasi po pyet pejgamberin ka diçka këtu. Në mëngjes e lajmëroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ai ka qenë shejtani. Shikoj shejtani. Nuk ka njëri si ai. Nuk ka njëri që mund të bëhet në shkallë të armiqësisë ndaj teje sikur se thonë. Nuk ka mundësi. Tha sadaqaka wa huwa kadhub. Çfarë morali është kjo punë? Shumë tha e ka thënë vërtetën. Edhe pse në esencë ai është gënjeshtar, ama këtu ka folë vërtetën. E pranoi nga iblisi, nga shejtani e pranoi mësimin. E pranoi porosinë dhe këshillën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte borxh një hebreu në Medinë. I kishte borxh. Ose pejgamberi jetonte me ta, merrte, jepte, shiste, jetonte jetë në Medinë. Dhe i kishte borxh. Por në pamundësi në angazhime e vonoi pakthimin e borxhit. Dhe këtu ka urtësi. Dhe ishte në tubim pejgamberi, shikon tubim të sahabeve. Të njëjtë që më shumë të kanë dashur, më shumë vallahi se vetët e tyre, se baballarët, se çdo gjë e kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Erdhën në tubim para mëna dhe tha: "O Muhammed, kush i drejtua?" Tha: "Atë borxhin që ma ke kur do e kthesh?" Këtu ka shumë simbole ndërruar. Fillimisht prej ku guximi i hebreut që të vjen tubim kështu ti drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Borxhin. Pe ku ky guxim? Po njohi ati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë gjendën i hapur. E ka kuptuar këtë normal ti drejtohesh. Po të ishte i vrasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të ishte larg njerëzve, po të ishte nga ata që është i njohur që nuk pranon porositë e këshilla, nuk do të kishte guxim kur të futej këtu me kështu tënd. Absolutisht. Po e njëjtës është mund të futesh lehshëm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe t'ia thua që ti e din që është drejt. Nëse nuk e ke drejt, do të trajtohesh drejt spaku. Kjo është më rëndësi. Nëse nuk e ke drejt, së paku do të trajtohesh drejt. Nuk do ta provokosh kur pejgamberin sa se të hakmiret, pse ti e ke nënçmu, kur. Dhe kjo bëri që s'ka të kërkonte. Dhe dikush nga sahabët u ngret duke thënë, thua që Ali radhiyallahu anhu, do si po i thua këtë pejgamberin sa. Muhamedi asam tha: "O Ali, nuk është ai që duhet qortuar, unë jam ai që duhet qortuar. Mirë ka filoni. Shko me te në filan kopshtin ku kishte hurme dhe shpaguja borxhin tim me hurme. Nga se ishte kundërvlerë e pranueshme në atë kohë që borxhi kthehet në hurme. A ka subhanallahu shembull më praktik për këtë që po flasim se kjo që ndodhi? Ky është hebrej. Jon fen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kishte problem me ta. Shumë gjëra ndodhen së bashku me ta, megjithatë jo, atë fakti që ti të rfe, fakti që ti në atë kuptim që edhe më ke dëmtuar dhe ke bo intriga kundër me, megjithatë këtu e ke drejt, mirë është. Paramendon me iblisin, paramendon me ato që nuk është fen tënde, e pranoj. E si është me zvete. Andaj duhet të them që duhet të jemi shumë të hapur. Do të jemi shumë vallahi më të guximshëm për të ballavaçuar me gabimet tona. Gabim është Allah, nuk bën kështu. M'falni. Është gabim e prandaj, për kam argument. Normal. Ndoshta duhet nga njëra që ndonjë veprim i joni ka shkaktuar që ti dëmtoj musliman. E ke pa vedije. Më ngrit me unë, m'falni musliman. Unë kam bërë veprim të papjekur, ma bëni halal për çdo shqetësim që u është shkaktuar për shkak punëve të mia. Ku është ky guxim? Ku është kjo? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të vdeste, Allahu i nderuar, shikoj, para se të vdeste, tha: "Ayyama muslimin sababtuhu." Çdo musliman që ka ndodhur ta kem fyer, çka ka fyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çfarë? Ai fyrja e tij është lavdata jon. Ose e kam shqetësuar.
ta din se tek Allahu e ka shpërblim. Unë i kërkoj falje, por dije se ata që i shqetësu për me, Allah ka marrë përsipër, apo që në vend timin të alon borxhet juve për këtë. Ju shpërblen Allah për këtë. Ose me falje, ose ngritje drejtësh, ose shpërblim të mëdha. Subhanallah, pejgamberi sa sa po i kërkon halal umetit vet, subhanallah. Ku është? Valla është ku është fjala? Po çka i ka thon ai dikujt, Allah nderoj, çka i ka thon ai? Për boll mira, miliona fjalë, porosive, këshillave të mira që u ka bërë. Megjithatë, unë mund gaboj. Prandaj ka thon dhukiru nga kurdo që vije. Me kusht është që tjetë përbajtësore. E argumentuar, e faktuar, po. E prandaj. Duhet imi të gatshëm që të ballafaqojmë me gabimin ton. Duhet imi të gatshëm të paguajmë çmimin e gabimeve tona. Duhet imi të gatshëm. Dhe të dim për nder njeriu i cili na vendos para gabimit ton. Nga se këtë e ka konsideruar Omeri radhiyallahu anhu hedije. Dhurat. Ka thonë rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Allahu e mëshiroft personin i cili mi dhuran tmetet e mia. Subhanallah. Para dikush i paketon tmetet e tua dhe të thotë ja ku i ke. Kjo është dhurata më e mirë mësh me Allahu të shpërbleft. Ka se Allah kjo është botë e përmirësimit. Para mendo po ti dal Allahut me atë paku gabimesh, çka i bëj atje pastaj? Një musliman po më kursen nga ngarkesa e llogarisë dhe në këtë botë po më shkarkon nga përgjegjësia tyne. Po kjo është burri më i mirë Allah. Nuk të këshillon po dha që të don. Prandaj ka njerëz që dëshojnë me të poshtu. Ti mos e kupton kështu. Ti merr në atë që ka të vërtet, thuj Allahu të shpërbleft. Në atë që nuk ka të vërtet, thuj do të mundon të mirësoj. Ose thuj jam fal, por kët nuk ka fakt. Që mos t'i jap dikujt vullnet që të vazhdoj me shpifje dhe me akuza. Nga njerë duhet ta mbron vetën e tij. Mirë po kanë thënë, nuk i din tmetet e tuja askush më mirë se ziliqari. Sa që ta ka zili të përcjell, ai mundon po. Andaj ai që ta ka zili mos e kthe me zili. Por thuj, unë po i shfryj këto tmeta, premtoj se me lejen e Allahut manduar nuk do i shash më. Kjo është reagimi. Kjo është porosia. Nga se jemi njerëz gabojmë. Kur do qoftë, edhe pse janë ibadur Rahman, mund të gabojnë. Dhe duhet të jenë të gatshëm për të përmirësuar dhe për të pranuar këshilla nga kur do qoftë, me kusht që të jetë e faktuar dhe argumentuar. Mirë, nëse më lejon, ndoshta më thëmë të bëj një pyetje dhe mendoj që ka qenë gjithë morali stili jot në emision që kemi pas bashkë, hoxha më thënë që pyet për të qartësuar. Çfarë përgjigje jap atij i cili më thotë, kujdes kur për kujt e merr fen, kur në këtë këshill unë gjoj tani këtu, nëse çdo kush, qoftë dhe iblisi erdhi me këshill dhe ne e pranuan. Por sot po na pengojnë, më thënë duke thënë që jo, kujdes. Fen merr vetëm prej dikujt. Kur themi fen aty ka këshillat, ka, më thënë problemet që ke ti do të konsultohesh, do të kujdes. Ajo që ka thonë dietar të mëhershëm, kujdes nga kush po e merr fen, nuk ka të bëjë me këtë që po flasim. Do mendoj që kush përzim mes të dyave ka gabu, për shkak se marrja e fesë nuk kupton marrjen e dispozitivave dhe rregullave që ti paraprekisht nuk i din, nuk i njeh. Andaj kujdes nga kush po e merr interpretimin dhe komentin e Kuranit. Po kjo është më rëndësi. Mirë po, në rrugë të caktuara për shembull, qose edhe ai i cili sipas teje, sipas kuptimit tënd, nuk përfaqëson interpretim të saktë dhe të vërtetë të Islamit në disa aspekte, nuk do të thonë se ai ka gjithë gabim. Edhe për këtë do të marr, pse jo? Pse jo? Për shembull, Mu'tazilat, të cilët i kanë jap shumë përparësi logjikës së tyre para fakteve të Kuranit, konsiderojnë një grup i devijuar për grupeve që dietarët i kanë klasifikuar si grupe devijuara. Mirë po, ata këtë e kanë bërë në qytet caktuara. Në disa aspekte tjera kanë qenë eksperta, sikurse vjen fjala për gjuhën. Gjuhën arabe kanë njohur shumë mirë, nga sa i është dash gjuha për të ndihmuar arsyen. Apo, dhe këtu janë përfilizuar shumë fuqishëm. Dhe këtu dietarët edhe pse i kanë konsideruar të devijuar në fusha caktuara, gjuhën dhe interpretimin gjuhësor i kanë marrë tyne. Pa problem. Ose këtu s'ka problem. Ata nuk duhet shikuar bardh dhe zi. Ose nga dikush marr krejt, ose nga dikush e praktikisht. Jo, s'bën kështu me qenë. Do të jetë një kolorit. Unë duhet me ditë çka të marr pe këtij.
Dhe duhet me ditë këtë piku duhet marr. Dhe këtë piku duhet marr, kështu më radh. Për mos i përzirë gjëra. Normal. Dhe kemi problem me përzirje gjërash. Nëse nëse ato janë të qarta, e ke qartë pastaj pikujt me pa problem. Që dikush për shkakun vjen, faktikisht ndoshta po them gjithmonë sipas bindjeve të mia për shkakun se tu ose të atij, si filon njeriu, filon grupi. Nuk është në mesatarin islame. Ka shkele, ka devime të caktuara, apo? Mirë, po kur vije me më këshillu, me më porosit, ose vije prej ti ndonjë këshill e caktuar, dhe i plotson standardet e të vërtetës sipas meje, unë e marr. Nga se e vërteta që e pranoj ka standarde, ajo nuk ka burim, ka standard. Burim njerëzor dua të them, se burim referencë ka, po ka standard caktuar. Në sot për shembull të sheh, ki firma të mëdha botnore, apo që prodhojnë në vende që nuk janë njohura për prodhim kvalitativ. Nga sa ata se ka marrë ku prodhohet. Me rëndësi të ruhet standardi, apo ruhet standardi. Le të vijë pikë kësaj, pikë tjetër, pikë. Me rëndësi është standardi më ruhet. Dhe askush nuk e konteston apo vlerën edhe cilëtinë e atij produkti pse ka ardhur nga ky vend. Me rëndësi është i ka përmbush standardin, edhe për mua kështu. Nuk ka më rëndësi madje in ku është. Më rëndësi është ai përmbush standardet e të vërtetës për mua. Po i përmbush. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, ulemat dietarët e njohur e kanë thënë, u kry për mua. E marr. Edhe në qoftë se vije nga një këshilla e porosia, nga miku im i afërt, që ndoshta në shumë çështje jemi së bashku, por këshilla e tij nuk i përmbush standard, e refuzoj. Nga se më rëndësish standardi. E vërteta që ti e pranon. A ka standard Allah? Do nuk ka fare standarde. Madje ndoshta kanë nga një standard dyfishta, shumë fishta. Apo këtu e vërteta e ka këtë kombinim e këtu po s'ka kështu. E vërteta e ka një përmbajtje. E vërteta e ka një standard. Në qoftë se përmbushet, prej kujdo që vije duhet ta pranojmë. Prej kujdo që vije. Allah shpëtojë. Shkëputem në hapësirën tonë të shkurtër për të kthyer përsëri vazhduar. Ndërkohë miq, kthehemi mbas pak në pjesën e dytë të emisionit tonë çfarë na mungon, por flasim kalimin në mezhliset e mira për atyre që përfitojnë. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë. Hoxh, mbasi e qartësuam që e vërteta duhet të ketë një standard dhe merret për çdo kujt. Po kur flitet për ajetet, ka përgjigje ajetet e Kuranit? Ajeti hoxh, më thënë vetëm ajete kuranore apo ka kuptim pak më të gjerë se fjalë ajet? Unë e përmenda se argumenti është argument dhe nuk kushtohet burimi i tij. Në qoftë se burim, po them përsëri, domethënë për çfarë kush e përcjell këtë argument. Kush e artikulon këtë argument. Po. A është njeri, a është i afërt, a i larg nuk ka rëndësi. Dhe ajeti flet thash fillim, kur të përkujtohet. Burimin e përkujtimit e ka bërë të panjohur, që nuk është detyrimisht të jetë ky njeriu. Jo, e shpjeguam kushdo qoftë. Kjo është kushdo qoftë për njerëzve. Po. Por edhe nuk ka të bëjë edhe si njerëz. Njëri mund të kalon para gjësandeve, njëri mund të kalon para kodrave, njëri mund të kalon para lumenjve, dhe ato të përçojnë mesazh caktuar për ty që ti duhet me kuptu. A ka kuptim më të shumë gjerë, ata na fokusuam njerë te lloji njerëzor. Sepse jemi të lodhur që kjo pjesë hoxh, po ne fokusohem shumë aty. Por besimtari ka do që të sillet, duhet merr mësim. Çka do që të sheh, duhet përkujtohet. Për gjendjen e tij, për sjelljen e tij, gjithçka. Andaj ajati Rabbim Allahu kur thot, argumente e Zotit janë ato që kanë bëjmë aspektin të shpalljes, që është Kurani, udhëzimi Muhamedit, por ka të bëjë edhe me aspektin e natyrës dhe kosmosit, që të rrethon ty. Edhe këto janë argumente Allah, a nuk është kodra argument, a nuk është deti argument, a nuk është nata dhe dhita argument? Madje Allahu xhala xhala ka sjellë sa këto argumente dhe i ka ftuar ata që të meditojmë këta. Meditojmë me logjikën, me arsyen që Zoti xhala na ka dhënë. Prandaj Allah جل وعلا فندس Ali Imran çfarë thot? Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argument për ata që përdorin mendjen dhe logjikën. Kush janë këta?
Tash gjithku alladhi yadhkuruna Allah qiyaman, ata që e përmendin Allahun. Do thotë që i bie se ata e përmendin Allahun dhe meditimi ndaj këtyre u ashton përmendje Allahut. Prandaj për shembull ndëruar, Allahu xhallahu ka përmendur ndryshimin e natës dhe ditës. Dhe ka përmendur një rast shumë interesant. Kur flet Allahu xhallahu ala për njeriu që është bërë pa drejt. Dhe i garanton se Allahu ka më ndihmuar. Dhe i garanton se Allahu ka më përkrah. Kur e bën këtë Allahu, ai e din në bazë të dijes së tij dhe urtësisë së tij, por nuk do të mbetet njeriu që i është bërë pa drejt pa ia kthyer Allahu drejtësinë, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Nuk do të mbetet. Po flas në gjëra madhore, se disa gjëra nuk shëron, i lënë edhe për ditën e gjykimit. Por edhe këtu do të kuptohet se ka qenë njeri i mirë. Do të kuptohet se ky s'ka bërë këtë vepër. Do të kuptohet se kjo është padrejti ekse më radh. Ky është premtim nga Zoti, ja. Gjendja e caktuar që ti kalon si sprovë, si ngarkesë. Gjitha këto Allahu thotë do të kalojnë. Unë kam ndihmu. Dhe kur flet për këtë Allahu xhallahu ala e sjell në kontekstin ku flet për argumentin e natës dhe ditës. A po kupton? Qartë, për argumentin e ditës. Po. Pse ulemat thonë, nga se kjo që të ka kapur ty besoj është një gjendje nga njerëzit që ti mendon se s'ka ndryshim. Vështirë është. Gjendje. Kjo është gjendje vështirë, kjo është problem, është një rrugë pa kthim, është një gjendje që nuk Allahu xhallahu ala kujton me ajetet, me argumentet e ndryshimit të natës dhe ditës. Për shembull sot, nëse njerëzit të gjithë së bashku bëjnë, a mund ta bëjnë natë? Absolutisht nuk mund ta bëjnë natë. Nuk mundën. Po nuk mund ta bëjnë natën. Nëse Allah ka bërë ditë. A mund ta bëjnë ditë nëse Allah ka bërë natë? Mund ta ndriçojnë natën, dallon. Ndriçimi dhe dita kanë dallim të madh, sikur se e di. Nga se dielli nuk shërben vetëm për ndriçim. Por shërben për shumë gjëra tjera. Procese të ndryshme që normal. E dita i sjell këto procese. Dhe Allahu xhallahu thot, ai që e bën me ndryshu natën dhe ditën, a nuk ka mundësi me ndryshu gjendjen tonë nga nata me bodit? Ku është meditimi? Për shembull, tash kalojmë me vjesht. Dhe po shohim gjetha që kanë në tokë. Sa gjetha? Nuk mund të numërosh në oborrin tënd. Dhe Allahu xhallahu thot, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Çdo gjetha që bie ai e din. E din gjethen që bie që është e pavlerë për neve. E nuk po e din gjendjen tonë. Allahu xhallahu xhelalu i cili ka nderuar me besim dhe me iman, si nuk e din këtë gjendje Allahu xhallahu xhelalu. Ganjëre vallahi na jeket një pjesë e madhe e sprovës që kur e dim se dikush e din çka jemi të jemi. Po. E din. Edhe kjo është një ngushtim për neve. Çka e din? A nuk ngushtohet se Allahu e din? Prandaj në duat e pejgamberëve, dhe burrave të mirë në Kur'an, zakonisht ka përfunduar lutja atyre me dy emrat më të Allahu xhallahu xhelalu. Edhe Ibrahim alayhis salam, edhe Zakaria alayhis salam, edhe Maryam, edhe shumë, ka innaka anta as-samiul alim. Unë po të lutem për këtë gjendje edhe pse ti e di që po e dëgjon hallin gjendjen time, ti po dëgjon gjendjen time dhe e din hallin tim. A ka diçka më tepër se kaq? A e dëgjove kërkesën që e pata? Po e dëgjova. A e din gjendjen time mirë? Po e di. Tash ty të mbetet kur e bën zgjidhjen. Por për mua është më rëndësishme që ta dëgjosh mirë ankesën dhe ta njohësh mirë gjendjen time. Këtë ka Allahu xhallahu ala është e arritshme. Pa a mediton për këtë çështje? A është kjo argument në fakt? Ndryshimi i ditës dhe natës, ndryshimi i stileve, nga temperatura e larta për njëra, një shi e ndron gjendjen, e bie temperaturën ndoshta afër zeros apo në zero. Wallahi, këto ditë kur ishte vap, apo njeriu thot si bie mbor. Atë çfarë ndryshime? Me një herë. Allahu xhallahu për një ditë. Esha se bie bora. Çuditësh. Prandaj Allahu xhallahu nganjë kjo është këtë shenja. Këtë gjitha këto që ndodhin neve janë për neve argumente. Fjala argument është e përgjithshme. Që të shohësh se ai që e bën këtë ndryshim kohor, klimatik, ditore, të natës, të gjendjeve, gjitha këto i bën për me dërguar ty mesazhe. Veç për ty është kjo. Të gjitha ndryshimet që ndodhin, të gjitha janë mesazhe dërguar njerit, veç për asgjë tjetër. Të gjitha Allahu i ka krijuar për njerin. E sa njerëz kalojnë pranë tyre, sikur Allah thotë, të shordhër, të verbër, nuk shohin, nuk i ndëgjojnë. Ku është zëri këtyre argumente? A nuk po ndëgjona?
A nuk po ndëgjon ditën dhe natën ka të thonë ty o musliman? O ti njeri, shikoj ka ndryshim. Ato i shojnë zë, po duhet me ndëgjua zë. Ato shfaqin, duhet me i pa. Prandaj, gjitha këto i bën Allah për njeriun. Që në këtë ndryshim njeriu, ta ndin, ta sheh, madhrinë Allah xhalla xhelalu, fuqinë e tij, mëshirën e tij, begatinë e tij, bujarinë e tij, mëshirën e shumë gjëra që kanë të bëjnë me Zotin xhalla xhelalu. Andaj kjo ka fakte, edhe këto argumente. Jo vetëm ato që dikush të sjell njeriu, edhe ato i shpjeguam. Këto argumente. Këto argumente. Allah xhalla xhelalu ka sill bubrecën, milingonën. E ka sill argument që të kuptosh se si ndërtohet shoqëria. Për të treguar Allah xhalla xhelalu se Allahu kur don, apo shikoj këtë milingon e mëson si më organizoj jetën. Që është sot ende, kemi dëgjuar dhe edhe konkludime shkencëtare janë mahnit me organizimin dhe menaxhimin e mrekullueshëm dhe mahnec të shoqërisë së milingonave. Janë mahnit. Shikoj shoqërinë e bledhve. Mbretërinë vetë. Mbretërinë vetë si udhëheqet ajo, subhanallahu. A nuk është argumenta? A nuk t'jep kjo? Shiko, Allah po na tregon, po kjo bledhbe ka që vogël, po organizohet. E ku është organizimi ju? Shoqëri kaotike, apo me probleme, me ngatresa, me konflikte. Shiko si menaxhon një mbledh, ajo mamaja atyne udhëheq me qindra mira bleta. Çdo kush e din vendin e vet, punën e vet që ka, a nuk ka shembulla? Andaj përfito. Ibadur Rahman nga gjitha këto përfitojnë. Përfitimi është gjithandaj. Patjetër. Në dëgjuarit. Atëherë, ne jemi të urdhëruar mos kalojmë këto të verbër dhe të shurdhër. Më thënë duke mos i parë. Si mund të qelloj që, më thënë, ti je i verbër dhe i shurdhër përpara gjithë këto argumenteve? Mund të jetë në forma ndryshme, Allah nderuar. Nganjëherë për shembull, njeriu është i begatuar me shumë begati. Dhe në moment caktuar i mungon një begati. Dhe fillon që të ankohet, të dëshpërohet e kështu me radhë. Apo? Nëse çdo ditë kalon nëpër begati shumë ta i përjeton. Por ato begati nuk arrin që të kthejnë disponimin, falënderimin ndaj Allahut xhallahu ala. Përkundazi ajo një që mungon ngallnjen mbi këto shumë që janë prezente. Kjo është një farë kalimi i shortë, te as po i nik këto begati që kia. Te nuk po i sheh. Pse po e ndëgjon vetëm dhimbjen e sprovës. E nuk po e ndëgjon kënaqësinë e begative. Pse po e sheh vetëm? Pse po e sheh vetëm sprovën e nuk po i sheh qindër begatisht ka begatu? Kjo është një mënyrë. Pastaj për shembull, pse po mendon se nuk ka zgjidhje për problemin tënd, ndërsa çdo ditë pse je i shurt përballë gjitha këtyre zërave, përballë gjitha këtyre pamëve, pse i verb, pse nuk po i sheh? Nëse nuk është verbria në humbin e ndryshimit të syrit. Nuk është njeriu i shurtët në mungesë të ndryshimit të zërave caktuar. Jo. Kjo mund të jetë njeriu mund t'i mungon drita syre. Po drita syre zemrës aktive, i sheh argumentet, faktet, bindet shumë më mirë sa ai që ndoshta ka sy në ballën e tij. Andaj përfitimi dhe ndikimi që e bin këto argumente mbi neve janë ato që dërgojnë sinjale të fuqisë të pamërit tonë dhe fuqisë të dëgjuarit tonë. Jo largësia të pamërit, sa larg po sheh. Te ka fundet me pa më afër ka zgjidhje. Me po fatkeqësi është mos me pa argumentet, fatkeqësi është mos me pa mirësitë, fatkeqësi është mos me pa të këqijat, po më ran to. Kjo fatkeqësi. Mos me ndëgju përvojat e njerëzve, mos me ndëgju këshillat e tyre, porosit, mos me ndëgju mësimet atyre që dojnë. Por të këmbgullesh në epshin, të këmbgullesh në kojtën, në kënaqësinë, në joshin, të këmbgullesh përkundër mësimeve. Kjo është vallahi nuk, kjo është i shurdhur. Kjo është i shurdhur. Ka se sa të shurdhur ka, po vallahi nuk bëjnë keq. Të mirë. Ka sa të nuk din ai me keq. Edhe pse është i shurdhur kur një fjalë të mirë për dikujt që ka dëgju. Ndërsa sa mirë u bën të tjerëve. E për ka po për mirë kë. Sa ka nga ta vallahi që kanë dëgju shumë, por ose i kanë dëgju. Mirë, po kur vjen përkthimi praktik i tyre shesa, kjo pas ka qenë shurdhur. Kë nuk kanë dëgjuar. Andaj syri dhe veshi nuk janë vetëm për të pa bukuritë dhe për të ecur dhe vesh nuk ka për të dëgjuar vetëm zëra dhe tinguj të bukur, apo por para se të jenë për kët janë për të përfituar, për të marrë mësime, ngase burimet e mësimit besimtarit janë të shumta, të lloj-llojshme, të vazhdueshme, ai vazhdimisht kalon
pranë burimet e tilla, qoftë njerëzore, qoftë natyrës, qoftë botës bimore, shtazore, çfarë do qoftë, kalon gjithmonë ai është në përfitim. Dhe nga çdo gjë që shë e kthen në mësim për përmirësimin e gjendjes tij, për tekalimin e sfidave, problemeve të tij. Dhe sa fuqi akumulon ky besimtar subhanallahu. Prandaj nuk mund të mposhtet besimtari që burim të mësimit e këtë, nuk mund të mposhtet. Nga se sa tenton një syt me mposht, 100 mësues të tjerë mësojnë. I thonë jo, nuk guxon ti, ja shiko këtë. Për këtë arsye është i fuqishëm, është stabil, është i qëndrueshëm, është gjithmonë durimtar, është gjithmonë në nivelin e duhur të përdisë për Allah xhallahu ala. Nga se i ka mësues të mirë. Argumente të plota. Shumëta që e rrethojnë. Allah nderoftosh, Allah të shpërblet. Shpresojmë në çfarë na mungon të kemi sjell të paktën gjithë miqve tan në mision që na ndjekin argumentet e shumta të Zotit që në vërtet na mungojnë nëse nuk shohim, thamë me syrin e zemrës, se nuk dëgjojmë atë dëgjimin e duhur për ta ndihmuar. Allah të shpërblet. Allah nderoft. Takojmë në misionin e ardhshëm inshallah. Inshallah. Nderuar miq, le të shohim thot Hoxha me syrin e zemrës, me sy që përfitojmë nga argumentet e Allahut kudo qofshin, dëgjojmë atë dëgjim që na bën dobi për të qenë vërtet të mirë dhe dobishëm, dhe jo për qenë atyre që shoqërohen me ato vese të cilat nuk i do krijuesi i botrave. Qofshin kujdesin e Zotit, takojmë në misionin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.